Është vërtet një shenjë mirë kjo që ju kujtoni jo vetëm Kinasin Piromilkani, por njeriun e civilizuar të këtij kombi. Suçi ne kemi pak njerëz të ditur e të mençur që i mungojnë, i kanë munguar dhe i mungojnë kësaj Shqipërisë son. Piro ishte një model. Modeli qytetarit, i njeriu të ditur, i njeriu të urtë, të mençur. Dhe keni parasysh se erdhi në vitet 60 në Shqipëri, si kinast, erdhi nga një kryeqytet evropian, i mirëfillt, nga Praga, një qytet i kulturës, zemër e Europës. Dhe mbas kësaj kohe që erdhi Pirua, ishin dhe një grup tjetër, kinasësh, po kishin ardhur edhe nga fushat të tjera, u kthyen nga lindët deri atëherë Shqipëria nuk kishte ecur vetë. Pas luftës së dytë botërore ata që e menaxhuan ishin të ardhur. Në 60-ën fillon Shqipëria të eci me kam të veta. Edhe një nga themeluesit e këtij mentaliteti, e këtij europianizimit të Shqipërisë është ndër themeluesit është edhe Piromilkani. Po ishin një gardë simpatike këto Piro, Viktori, Anagnosti, po Kristaj Dhamo, që kisha Senakani. Pra Gëzimir Bara, Saim Kokona ishin një grup kinasësh, po që ta kuptosh pak ti e di se edhe je bashkëpunëtori jon, edhe ke qëndruar, ke punuar, po të kuptoj dëgjuesit e tu, që jam i bindur që duhet i kesh të shumë, se je bërë kështu të syçi. Por të bësh kinema, do të thotë të jesh një shoqëri e formuar. Nuk bëhet kinemaja kështu në knet, në pyll. Një shoqëri që kishin dalë nga... Shoqëri po kishte dalë, se më ka thënë Kristaj Dhamo, mora qertarët, i futa që të bënin traveling karrelët atje në film. Me qertare kanë filluar, o thotë Kristaj. Edhe vërtetësh. Edhe vërtetësh. Qertarët e Bullgarisë, ma ka treguar se Kristaj e diti, ishte i ditë. Si spjegohet me Blan? Ja, ta mbaroj këtë mendim, të më falsh. Jo. Pra, të bësh kinema do të thotë që të kesh të zhvilluar ndjesinë e qytetarisë tek ata që do bëjnë film. Të kesh teatr, të kesh letërsi, të kesh kompozicion, sepse ne jemi arti sintezë. Nuk bëhet kinemaja dalun atje dhe e shkruaj se do dua, ose i bie fyllit. Jo, kinemaja bëhet me miq, me bashkëpunëtor. Dhe Shqipëria e arriti këtë nivel dhe filloi gradualisht, siç e di ti, nga pak filma derisa 14. Ndoshta s'kishim kapacitetin, po ato duke bërë shumë me përlum, se duke shtuar sasin, sigurisht humbi cilësia ose u bën edhe pak të imponuara të moralit. Që ngrihen sot njerëz, të heqim filma, të shkruajmë, të bëjmë. Është fyerje e madhe për një komb, për një shoqëri, të rikrijosh cenzurën.